Mesazhi i dytë që e kanë shkruar, cila është? Jeta shumë e vështirë. El hayatu la tutaq. Jeta s'po bëhet. Apo, dhe këta e dëgjojnë në nivele pak më të holla të plot pineve. Apo, nuk po muj me mërin, thotë o gjë. Ço do me mërin, do? A më na ka thonë çka do me mërinje? S'dalin parët. E pse s'dalin parët? Se dëshirat janë shumë. Zbërloj dëshirat. Njerëzit çish për raporti bojnë. Vendse mi ul dëshirat, apo e pyetën një dietar prej dietarëve të parë të muslimanëve, Ibrahim ibn Edhemin, rahimahullahu teala. I than, çish po ja del ti? A se na s'u po mujna me mërinje. Apo s'po mujna me mërinje, ti çish po ja del shumë rahat kokëshe. A dha unë kum zgjedh. Tha kur po hipin çmimet, pe egi dëshirat. Ha? Hip çmimi, wala urkhisuhu. Tha unë ja uli çmimin, çish ja ul tha ti çmimin? Tha e okay. A shiko, muslimani ka zgjidhje. Unë po du me bleq ata, po s'u ne vlen o vëlla, po çka do me mit veten a. Ti do me, apo njerëzit, një numër i madh i njerëzve. Çfarë bojnë? A tu stresu për buka? Jo për bukë, thotë unë për iPhone, për kere kam, se nuk për këto gjëra se kam. Ai për luks atu munue. A ja vlen për luks me thon se durohet jeta? A ti a di çka më thon se durohet jeta? Ti s'ki ide çka do më thon se durohet jeta? Edhe realisht nuk ka durohet jeta në asnjë fazë. Po ti as ata shkëti menun për si sprovoj nuk ka sprovoj. Ajo luksi jot. Ana të ndëruar xhamat, këto fjalë s'po bëhet, s'po mrinjët, çe u kputa. Çka u kputa valla ti të kput për luks. Ti nuk e ke për buk. Andaj mos e luaj rolin e atij që je shumë zor, se si je zor ti. Nuk kanë shoqëria, nuk kanë zor për buk, të ndëruam xhamat. Vallahi ku çelja për buk. Çelja. Çelja është një thotë, valla buk më se jam tunginje. Jo be këshire këto shka ne i pastrojnë neve mbeturinat. Këshire shka pastrojnë. Veti. Disa prej vendeve, disa prej shteteve janë do dash me ndalue trezën e cila është me marë sa dush. Pse? Thot shumë atu gjujt. Na nuk kena tu vujt, edhe nuk kena tu ankupja asoj se s'kena me angër. Jo, po zakonisht sëm pëmrina qka, dëshirat e tua, apo? Andaj njëra prej mesazheve të vetvrarëve cila është jeta nuk durohet. Tjetra prej mesazheve cila të ndëruar xhamat. Njëra prej mesazheve që i kanë shkruajt, kanë thënë tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndëruar xhamat. Kjo është ka e përmendëm. Një prej mesazheve që shumë e kanë shkruajt, më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mulirue pi për jashtë. Pra unë e konopin e blejta, ama ai shpirtin moti ma ka vra. Kjo ndodh të na shumë të ndëruar xhamat. Ti e ke mit pi mrenat. Ti ka mundësi e mrinë e mit e vladin pi mrena. Ti ka mundësi e vret nanën e babën pi mrena. Ja vret shpirtin, ja hupi, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot, masi shpirtin e kam konop, t'ja vnoj edhe konopin edhe trupit. Kujdes ndëruar xhamat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund pëlqen fjala e mirë. Mund pëlqen me menu mirë. Than sahabët, çka me menu mirë ja Rasulullah? Tha kelimetun tayyiba, një fjalë të mirë be thuje. Liroje be shpirtin. Mos thuj be fjalë të rana. Mos ofendo, mos rano. Mos i thonjë zora kjo. E keni pa? Veti njerëzit për çka dush. Pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O thot mos e këtij biznesi se i rana ki. Po më kanë i rana ti se ba, po ti fiton parë pa ti. Po ti e koprat s'do me kallzue. Pse tutesh me kallzue? Folja më njerit janë por hin vëlla. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vinin njerëzit me mor dijet e ai, thonte merhaban bi talibil ilm, mirë se vjen ai kërkuesi i dijes, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohen parët të ndëruam xhamat, nuk harxhohen. Do njerëz që do menusi kanë marrë parët. Çish me bin marrë që harxhohen ai. A ka marrë dikush diagnozë për këta njerëz që janë të utut fukarallahu këtë mi kallzu? O insan, ti ki me dek, a pat ka me pas parë në dunjë? Mos u tut, apo mos u tut. Ama shejtani sa shëri thot, hoxha tu kallzon, ama nuk i di ki do punë. O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nesër ahirat që shkena me dal për para Zotit. Asnjëri pi njerëzve nuk është du vujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila ente qatelte ruhi, ti ma ki vra shpirtin. E dikush së ne duron këta, çfarë ban i jep konok. A kena vrana di kanë të ndëruam xhamat? Po nuk është me vra veç me thikë edhe me armë, zjarë. Jo be me vra me një laft të ranë. Erë një njëri të pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe pejgamberi sa mishte të i shpërnda do pasuri. Dhe ati ju duk padrejtësish ajo.
Ama kujna më të mirit njëri në botë, për të cilin Allahu xha ka marrë besnik me ia dhon shpallën e vet. Edhe te po tha o Muhammed alayhi salatu wasalam, tha banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi alayhi salam? Tha banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz duke di çka folin edhe para kujt folin. Tha banu i drejt. I'dil fa ma adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre pejgamberi sa nuk ka si njeri që revoltohet, mirë po shokët e vet e kanë diçka kapi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid më njëherë trak. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të më vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Tha jo. Jo, leje ta se falet kë. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllavin tem Musën Zoti më shiroft. Vllavin Musën, pejgamberi Zotit, Allahu tha më shiroft Musën. E kanë ranuar edhe më shumat, ai ka bo sabër. Pra, për mësa me çka e menaxhon të ketë vrasje të shpirtit, ketë lëndim të shpirtit, thonte, o Allah japëm sabër. O Allah durim, lut Allah, o Zot durim, del rrug, ka dalë valla sabër. Sa be gjatja veç e jotja. Nuk ka gjatja veç e jotja. Nuk mundesh me ti ku dush me nuk erë o insan, merr më revers se sa gjatja jote. E jona këtë bashk. Qilla nuk ka e jotja veç. E jona bashk. Mahalla nuk ka veç e jotja. Faraonave, ku janë, ku ka faraona? O faraona, Muhammed e Juvja këtë kjo ati. Kjo e këtë bashkë, ka thonë alayhi salatu wassalam, kush e zanit tokë, pa drejtësisht, 7 tokë Allah i kam i aranu ditë e kiametit. Sa mare kjo e jotja, kuptoj e zuka, e jotja është vesh një copë varri. Që ata këna me të garantu, po, ajo në një copë varri. Për ndryshe, të ndërum gjemat, mos ja bini punën dikujt mi avra shpirtin, se këtë që të shkajen të vra, na nuk i në tjerë si tu për para Zotit, pa e kanë pas një siklet vallaj. Vallaj e kanë pas një siklet. Dhe nuk është e rastishme që 1 miliard njerëz kanë shkuar në doktor dhe kanë thënë, o i ranum jam, shpirti mu ka ranue. Andaj, thuni fjalë të mira njerëzve, thuni një fjalë. Dhe të ndërum xhamat, mos u bëni kraj zullumçarëve. Mos u bani kraj zullumçarëve, ku ta shifni kanë çadu bë zullum, o vëlla mos ban me zullum. Kur ta shifni, ani dost të kithuj Allah, dost ka mos zullum mos ban. Heke vëlla kerën që ke zonë udhën njerëzve. Po misafir, heke kerën vëlla misafir me ditë që pikinë e kja. I t'ja zonë njerëzve, me dal dikush me urgjencë. Sa njerëz do të, o gjo, ambulanta besoni. Ambulanta suni, se ki do maqina të pi qaj. Kjo të pi qaj. Dhe pastaj qaj i njëjtë a gjithë të pi qaj haditha të kalzue. Dhe kjo të mitë ketë. Kjo të mitë ketë. A i ku të shifë që gjithë të kalzu për fejë dhe me këfeja qështu. Këtu e ka zonë njerëzit dojnë me dekë pi kërët atina. Kujdesën dërum gjemat. Allahun së në rejna. Shtiru ti shka të dush. Në të mujna mu shtiru shka të dush. A ma u si e bu Urejra, a ma u si e bu Bekri, a si Omeri. A banu e bu Hanife, qka dush banu. Veprat. Andaj të ndërum gjemat njëra prej mesazheve dhe shumë dhimbse, shumë të rana të cilët ata të cilët e vrajnë vetën cila më kanë vrapi mrena, andaj pe vraj edhe unë pi përjash vetën. Kujdes i sillesh me njerëz, kujdes mas pari pi familjes tane, kujdes me prindët tu, kujdes me vllatë tu, mos ja thuj një fjalë tran. Vallahi ja thu sot djalit një fjalë djalë, sot ja thu vajzës një fjalë tran. Edhe kur të plakët nuk e harron, thot më patranu një herë baba. Shumë patranu pa e pat namajt vetë veti. Qa jo vetë veti shka e ma, dikush sën e ma edhe e zgjedh konopin. E lushim Zotin e madh, që Allah të rrit dhe të rejat, Allah të i runë, Allah të i vetison, Allah të ju jep iman, Allah të jep besim, Allah të jep forcë që të lidhen me Zotin e madh, te bareke ve teala. Allah të na ruan të gjithëve neve imanin ton, Allah të na ruan mendjen, Allah të na ruan shpirtin, Allah të na jep forcë dhe durim për mi të kalue sprovat e jetës dhe vështirësitë e jetës. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu muslimanët kudo që janë në përbot, Allahu t'i ndihmon.